I cili i takon në lidhjen demokratike të Kosovës për shkak krejt të kalumës në lidhjen demokratike të Kosovës, por në të njëjtën kohë edhe për shkak të asaj që... Po i vetë me themeluson që strukturë, realisht, luta. Për shkak të asaj që e tha që është institucionalist, në të njëjtën kohë gjithmonë kur ka qenë pyetje negociatat me partitë të tjera, ai ka qenë i cili ka arrit marrëveshjen, duke përfshi edhe vetëvendosjen në nuk e din cilin... 2020 ka bo marrëveshje në takimet me vetëvendosjen ka qenë Lutfi Aziri, i cili ka arrit një kompromis. Lutfi Aziri edhe me PDK po ashtu. Lutfi Aziri shihet edhe si në mes të këtyne dy grupeve që i përmendëm më herët, që janë brenda DDK-s, po në të njëjtën kohë edhe në mes të grupit të jashtëm që është me përparim Ramën, shihet si njeriu më i afërt nga të tri grupet që mund të bëj një kompromis në mes të të gjithëve dhe ta gjej një zgjidhje sa i përket edhe leadershipit të LDK-s, por në njëjtën kohë edhe koalicionit me vetëvendosjen. Edhe jam i bindur që në një ardhmë të afërt kemi me pa që ka me qenë personi më unifikues në lidhjen demokratike të Kosovës, sepse ta emra që i përmenëm, Arben Gashin, që i përmenëm... Ta emra që i përmenëm, përfshi Abdullah Hoxhin, domthonjë para gjatë fushatës, gjatë fushatës dhe tash, megjithatë, ka mujt qëndrim kogjo pe i pushteti. Për arsye se, edhe pse u zhvendos 90 që ndroj aty, nuk ndroj ta bërë, i dul zot, votuesit vetë, edhe dul i 4 i votum, i 4 i 5 që aty, bashkë me zonën Bajoni. Se i mbetëm bërsh vetëm presidentit tja regulloj pak jakën, ose presidentët duken se kemi nevojë ashtu se jemi në kërkime si... Emri lutës o përmend për president, këtu, edhe unë mendoj për president. Unë përmenda Halilin për president. Po, unë po e them për president të Republikës Kosovës. Po përmend, edhe unë mendoj, mund t'jetë një kompromis. Unë që po shqep me kondi Lutfi Azir, Vjen mirë që